Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjeku çudit botën. Digjni 3 gjethe dafine në mbrëmje dhe nuk do vuani më nga ky problem. Zakonisht ne përdorim si bim ose si erza edhe në ushqim, pa menduar se këta përbërës të kuzhinës mund të përdoren edhe për qëllime të tjera. Një rast i tillë është për shembull përdorimi i gjetheve të dafinës. Jemi të sigurt që shumë prej jush nuk e dini se aroma e veçantë dhe dallueshme e gjetheve të dafinës ka efekte tepër qetësuese për trupin e njeriut. Gjethet e dafinës kanë qenë presha e kujsh pjesë e mjekësisë natyrore. Vetitë e tyre jashtëzakonisht mjekësore si vetitë e forta antiinflamatore dhe qetësuese janë të njohura dhe të përdorura gjërësisht edhe nga qytetërimet e lashta. Përveç kësaj, besohet se gjethet e dafinës mund të mbështesin dhe të trajtojnë gjithashtu një sër komplikacionesh. Ndaj, ekspertët e cilësojnë atë si një nga gjethet më të veçanta, pjesë të rëndësishme të dietës suaj. Edhe sot, shumë praktikues të mjekësisë natyrore i pranojnë përfitimet e mahnitshme shëndetësore të gjetheve të dafinës, të cilat përfshin uljen e hipertensionit, mbrojnë nga pagjumësia, stresi, si dhe ndihmojnë në luhatjet e sheqerit në trup. Për të marrë përfitimet të gjetheve të dafinës, mund t'i shtoni ato në ushqim ndërsa gatuani, ose mund t'i ndizni lehtë dhe me kujdes në një tazë rezistent ndaj nxehtësisë dhe të lini aromën të përhapet ngadalë nëpër shtëpi. Djegja e gjetheve të dafinës është shumë e dobishme për të relaksuar muskujt, për të qetësuar, madje edhe për të përmirësuar gjendjen tuaj shpirtërore. Gjethet e dafinës janë një nga produktet më të fuqishme kundër furtarës së zezë. Nëse insektet kanë pushtuar kuzhinën ose oborin tuaj, përdorni gjethet e dafinës për t'i sprapsur. Vështirë se mund të keni një zgjidhje më të mirë se sa gjethet e dafinës, për shkak se janë krejtësisht të sigurta për t'u përdorur edhe kur keni vërdall të vegjël ose kafshë shtëpiake. Aroma e tyre e djegur është një nga zgjidhjet produktive, të cilët mund të mbajnë larg furtarën e zezë dhe gjithashtu të gjitha insektet që kanë pushtuar shtëpinë tuaj. Ekspertët këshillojnë në këtë mënyrë praktike të përdorimit të gjetheve të dafinës për të dhënë rezultate konkrete pozitive në largimin e këtyre brecëve dhe gjithashtu edhe insekteve të cilët kanë pushtuar shtëpinë tuaj. Gjethet e dafinës vijnë nga familja Laurus nobilis, vendlindja e të cilës është mesdheu. Kjo bimë hyjnore është e pasur me vitaminën C, vitaminën B6 dhe vitaminën A. Por gjithashtu, sipas health.com, në këtë video do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të marrë organizmi juaj nga përdorimi i gjetheve të dafinës dhe cilat janë mënyrat praktike më të rëndësishme të tyre. Gjethet e dafinës do ju ndihmojnë ndjeshëm edhe në lehtësimin e shqetësimeve tuaja të tretjes. Gjethet e dafinës kanë një impakt të fortë në sistemin tretës, duke ulur nivelin e toksinave në trup dhe reagojnë ndaj helmimeve ushqimore. Përmbajtja organike e gjetheve të dafinës ndihmon ndjeshëm në tretje, qetëson stomakun e trazuar dhe zorët, duke dhënë një rezultat të shkëlqyer në këtë drejtim. Dafina është një mburojë shumë e mirë edhe e sistemit të frymëmarrjes. Vaji i dafinës, që përdoret për të lyer kraharorin, mund t'japë gjithashtu një veti të mirë ushqyese në këtë aspekt. Ndaj, ekspertët cilësojnë atë si një nga produktet më të mira. Nëse doni të përmirësoni shëndetin e flokëve dhe të hiqni zbokthin, atëherë përdorni gjethet e dafinës. I lagni në ujë dhe fërkoni lëkurat e kokës me këtë pas larjes. Përbërësit e dafinës do të heqin zbokthin dhe do të zbushin lëkurën e thatë. Dafina ka efekte të mira antiinflamatore, të cilat mund t'i japin rezultate të shkëlqyera në mburojjen e shëndetit. Një nga vlerat më të çmuara të dafinës është se këto gjethe reduktojnë inflamacionin në organizëm. Gjethet kanë në përmbajtje të tyre element të njohur, të cilët reduktojnë edhe irritime në zona të caktuara që mund të jenë të prekur nga artriti. Dafina ndihmon gjithashtu edhe në shëndetin më të mirë të zemrës. Gjethet e dafinës kanë në përmbajtje të tyre acid kafeik dhe rutin, dy elementë të cilët japin forcë kapilarëve të gjakut dhe zemrës, ndërsa acidet largojnë kolesterolin e keq nga sistemi kardiovaskular. Gjethet e dafinës janë një mburojë shumë e mirë ushqyese, gjithashtu edhe kundër radikaleve të lira. Ndaj, nëse doni t'i evitoni këto probleme, atëherë gjethet e dafinës mund t'jenë një aleat i çmuar për ju.
Dafina ka efekte të mira kundër ankthit dhe kundër stresit. Dafina ka efekte lehtësuese në çdo aspekt të shëndetit tuaj. Një e tillë është edhe shqetësimi që lidhet me ankthin dhe me stresin. Nëse prej kohësh tashmë vuani nga shqetësimet e ankthit dhe të stresit, atëherë duhet të përdorni gjethet e dafinës si një zgjidhje produktive shumë e rëndësishme për të vepruar në lehtësimin e gjendjeve tuaja dhe mbi të gjitha në përmirësimin e shëndetit tuaj. Dafina ka efekte çliruese qetësuese. Trumza, borziloku dhe dafina kanë në përmbajtje të tyre lineol, element që ulin hormonet e stresit nga organizmi. Ndaj, gjethet e dafinës gjithashtu do t'japin rezultate të shkëlqyera në këtë drejtim, dhe sigurohuni që nëse vuani nga stresi ose ankthi, gjethet e dafinës të përfshihen në menunët tuaj ditore ose edhe t'i digjni ato në ambientet e shtëpisë dhe aromat që do të lëshojë do ju bëjë të ndjeheni më të lehtësuar dhe mbi të gjitha më të çliruar. Gjethet e dafinës janë fantastike për shëndetin dhe për organizmin, kur një njeri mund t'i përdorë ato në forma të ndryshme, dhe vlerat që do t'i japin trupit do t'a kthejnë atë në një aleat të çmuar në mburojë të shëndetit dhe lehtësimin e shqetësimeve të tij. Ekspertët i cilësojnë gjethet e dafinës si një produkt shumë i rëndësishëm që përmirësojnë shëndetin e flokut. Nëse doni të keni flok më të shëndetshëm edhe me kalimin e viteve, atëherë gjethet e dafinës, po që janë një zgjidhje produktive me element ushqyes të rëndësishëm në shëndetin e flokut dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Në këtë rast, gjethet e dafinës do të përbëjnë një faktor kontribues kundër problemeve të flokut. Nëse dëshironi të përmirësoni shëndetin e flokut, të hiqni zbokthin, atëherë mund të lani flokun tuaj me gjethet e dafinës. I lagni gjethet e dafinës në ujë dhe fërkoni skalpin e kokës pas larjes. Kështu do ta keni më të lehtë të përmirësoni gjendjen tuaj dhe të evitoni gjithashtu edhe komplikacionet e tyre. Është e rëndësishme që nëse bëni këtë veprim, do të keni edhe përfitime të mira në shëndetin e lëkurës dhe të flokut. Shëndeti i zemrës gjithashtu do të përmirësohet fal përdorimit të gjethetve të dafinës. Gjethet e dafinës përmbajnë acid kafeik dhe rutin, dy substanca që përmirësojnë shëndetin e zemrës dhe lehtësojnë komplikacionet e tyre. Në këto raste, është mirë që t'i përdorni ato në dobi të shëndetit. Janë një zgjidhje produktive edhe kundër problemeve të ankthit dhe kundër problemeve të stresit. Dafina ka elemente qetësues edhe lehtësues, së bashku me trumzën, borzilokun dhe dafina ka elementë të cilët do të qetësojnë gjendjen tuaj në situata stresuese dhe gjithashtu do t'japin rezultate të shkëlqyera për shëndetin. Përdorimi i gjethetve të dafinës në këtë aspekt do ta bëjë atë një nga zgjedhjet e para shëndetësore. Duke ditur rëndësinë e madhe që ka kjo gjethe, do t'jap rezultate të shkëlqyera edhe në mbrojtjen e shëndetit tuaj. Dafina është konsideruar edhe nga qytetërimet e lashta si një bimë fitimprurse, madje mund të ndryshojë edhe fatin tuaj. Dhe përveç efekteve shëndetësore, ajo ka në përmbajtje të saj element ushqyes dhe gjithashtu edhe fatësjellës. Në disa vende të botës, dafina mund të cilësohet si bima më me fat, e cila mund t'jap rezultate të shkëlqyera në ndryshimin e fatit tuaj, sidomos në marrëdhëniet tuaja me paran. Për të pasur gjithmonë portofolin plot, atëherë duhet të vendosni një gjethe dafine të vogël në të, në një xhep të fshehtë. Kjo do të tërheqë gjithashtu edhe kartmonedhat dhe monedat dhe gjithashtu do të ndikojë në rritjen e pasurisë suaj sipas Feng Shui. Vendosni një gjethe dafine në vendin ku mbani parat. Ky ritual do të përmirësojë dhe përshpejtojë edhe shtrirjen e rritjes së pasurisë. Nëse doni të shkoni në një takim të rëndësishëm, mbani gjithmonë një gjethe dafine në xhepin tuaj. Kjo do ju ndihmojë që të keni më shumë vetbesim dhe vëmendje ndaj asaj që bëni. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like,
dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.